Sonte në orën 20:45 ndeshja mes Serbisë dhe Shqipërisë e vlefshme për kualifikueset e botrorit 2026. Kuqezinjtë zbresin në fushë përfitore pasi vetëm kështu do të mbajnë gjallë shpresat për kualifikim. Ndeshja transmetohet në televizionin Klan. Ndeshja sot me Serbi-Shqipëri konsiderohet me një rrezikshmëri të lartë ndaj autoritetet serbe kanë blinduar stadiumin. Mediat e huaja raportojnë se policia ka angazhuar snajper dhe sisteme antidron për garantimin e sigurisë. 12 ekipe finaliste nga vendet të ndryshme të botës po prezantojnë sot në Petrel vizionin e tyre për parkun e besimit. Kryeministri Edi Rama thotë se kjo hapësirë vjen si një nderim për trashëgiminë e tolerancës fetare të shqiptarëve. Nesër në pikat kufitare të Bashkimit Evropian hyn në fuqi sistemi i kontrollit të ri ku pasagerët nga vendet jo anëtare, përfshirë edhe nga Shqipëria, nuk do të kenë nevojë të vulosin pasaporta. Sistemi i ri do të nisë të aplikohet fillimisht në aeroportet dhe portet kryesore. Mbi 10 milion turist ka mirëpritur Shqipëria nga janari deri në shtator të këtij viti, duke shënuar një rritje me 6% më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë. Numri më i madh i vizitorëve u shënua në gusht me 2.4 milion. Një ditë para zgjedhjeve vendore ku rreth 2 milion qytetarë të Kosovës do të zgjedhin drejtuesit e pushtetit lokal, presidentja Vjosa Osmani ka mandatuar Albin Kurtin për formimin e qeverisë së re. Ai ka kohë 15 ditë për ta krijuar këtë qeveri dhe për ta votuar në kuvent. Donald Trump thotë se Hamas është duke grumbulluar pegjet izraelite dhe beson se të hënën do të bëhet lirimi i tyre. Nga ana tjetër, hyrja në fuqi e fazës së parë të planit u ka hapur rrugë kthimit të palestinezëve në rrënojat e shtëpive të tyre. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 15:30. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Luhet sot në mbrëmje në Leskovac sfida mes Serbisë dhe Shqipërisë e vlefshme për kualifikueset e botrorit 2026. Ndeshja do të transmetohet në televizionin Klan në komentin e drejt për drejt nga stadiumi të Alban Xhihanit, të cilin e kam tani në një komunikim të drejt për drejt. Atëherë, Alban, jemi vetëm pak orë para sfidës. Si paraqitet atmosfera në kombëtaren tonë? Eksaktësisht 5 orë ready, në ndajnë nga starti i këtij takimi. Këtu në stadium ne kemi rreth 1 orë gjysmë që kemi mbritur, jemi e vetmja media për momentin këtu. Vazhdojmë përgatitjet, gjithë secili në punën e tij, vendet e komentit po bëhen gati, kamerat për transmetimin e ndeshjes edhe ato po montohen. Pra gjithçka duket okay. Jashtë është qetë për momentin, nuk shoh, madje në aneksin pas stadiumit po zhvillohet edhe një ndeshje futbolli moshash për femra që ka tërhequr dhe ajo disa tifoz. Kështu që për momentin, le të themi, çdo gjë po shkon ashtu siç duhet. Është rrethuar komplet zona e stadiumit, kështu që të hysh brenda në zonën e stadiumit duhet të kesh me vete ose akreditimin ose biletën, që e cila është nominative, ku duhet paraqitur edhe karta e identitetit për treguar, sepse po ta shihni janë me foto, pra, nuk janë njësoj siç janë në ndeshjet tjera ku mjafton vetëm ky akreditim për të hyrë. Kjo bën për të shtuar sigurisht masat e sigurisë dhe për të bërë të mundur që mos ketë asnjë lloj incidenti. Por sigurisht në stadium është shumë herë më ndryshe se sa nëpër aeroporte apo në pikat kufitare. Kështu që le të themi deri tani çdo gjë është mirë. Ndërkaq, Albana, është mësuar ndonjë detaj se si do të luajë Silvinho dhe çfarë formacioni do të hedhë në fushë? Para se them dhe formacioni, dua të tregoj që pas shpinës time më në fund edhe djen këto orë në Klan News kemi pasur mundësinë që të shikonin të dy shtizat Bosch. Ishte mungonte flamuri shqiptar dhe flamuri UEFA, cilat janë vendosur sot dhe janë aty prezent në stadiumin e Leskovcit, aty ku do zhvillohet ndeshja, kështu që edhe ajo që mendoj që mund të ishte një lloj incidenti nuk bie poshtë sepse tani e shohim që flamuri invalvidet atje. Për sa të konformacionit, ne jemi tu nuk dim asgjë se çfarë ka ndodhur në atë mbledhje që bën ekipi përpara takimit, e bëjnë paradite, ku caktohet se kush do të luajë dhe jepen detyrat. Por me intuitën apo me atë që arrim që të lexojmë, do të jetë Strakosha në port, Hysa dhe Mita do të jenë nga krahët, Berat Xhimshiti dhe Ajetin që në të mbrojtjes, Asllani me Laçin dhe Julian Sheu në mesin e fushës, Broja kurse si nuk mund të mungojë,
me shumë mundësi, balotazhi më i madh 50-50 do të jetë mes Nedim Bajramit dhe Arber Hoxhës. Për mendimin tim me shumë mundësi, më shumë nëse do të jepja 50.1% do të jepja Arber Hoxhës si do ta niste si titular dhe pastaj shoh Manajn të favorizuar ndaj Dakut në majën e sulmit, edhe këtu është një balotazh shumë i fortë. Ky mendoj që mund të jetë formacioni me një ndryshim të vogël, por që kjo do të bëhet e ditur rreth orës 19:30, kur dhe skuadra të jetë këtu në stadium. Parashikohet që në 19:20 ekipi ynë do të vi këtu, 10 minuta më pas 19:30 do të vi dhe autobusi me skuadrën serbe që akomodohet në qendër të qytetit të Nishit. Distanca prej këtu dhe me qendrën e Nishit apo me hotelin kombëtar është rreth 45 minuta. Qartë, edhe një diçka të fundit Alban, çfarë rëndësie ka për Shqipërinë kjo ndeshje? Absolutisht është ndeshja për mendimin tim më e rëndësishmja. Përcakton fatin e këtyre kualifikuesave. Një fitore pothuajse na çon me njërin këmbë në fazën e play-offit, them me njërin këmbë sepse janë 2 ndeshje për të luajtur dhe ndonjë surprizë pakëndshme do të bënte që të na shpëtonte ky objektiv. Barazimi na mban aty matematikisht, por me pak shanse minimale, por humbja pastaj pothuajse na largon plotësisht nga gara për vendin e dytë, pra për zonën e play-offit për kualifikuesit e Kupës së Botës. Pra sot për ne vlen fitoria. Të thyem një tabu, të fitojmë ndaj Serbisë apo ndaj Jugosllavisë, që çuditërisht 2 herë që kemi fituar me vendim në tavolinë me 0-3, kështu që ta bëjmë një herë për vërtetja, treta vërteta. Mirë Alban, të falenderoj për gjitha këto detaje që na përcollen nga stadiumi Leskovacit, ku sonte do të luhet ndeshja mes Serbisë dhe Shqipërisë. Ndërkaq ky stadium do të jetë i blinduar për këtë ndeshje, sipas shefit të stadiumeve dhe sigurisë në Federatën Serbe, tifozët që kanë një bilet duhet të vinë sa më shpejt në stadium. Kontrollet do të jenë të imtësishme dhe askush nuk mund të kalojë nëse nuk është zotëruesi një bilete. Dymbëdhjetë ekipe finaliste nga vendet të ndryshme të botës po prezantojnë sot në Petrel vizionin e tyre për parkun e besimit, ku synohet që të ndërtohet një hapësirë publike kushtuar harmonisë fetare. I pranishëm në këtë garë ndërkombëtare ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili tha se ky park vjen si një nderim për trashëgiminë e tolerancës fetare të shqiptarëve. Harmonia fetare është një nga krenarit më të mëdha të popullit shqiptar, ndaj qeveria ka vendosur që në Shqipëri të ndërtohet një park besimi, një hapësirë kushtuar tolerancës e harmonisë fetare që bashkëjetojnë në vendin tonë, po ku do të ndërthuret dhe natyra me simbolikën shpirtërore. And we Albanians Ne shqiptarët nuk kemi nevojë ta shpikim tolerancën sepse prej kohësh kemi lindur në të. Jemi rritur prej saj. Qytetet tona janë rritur me xhami, kisha, teqe, manastire, krah për krah. Trashëgimia jon nuk ka qenë për herë lehtë, por ka qenë e urtë. Urtia e të jetuarit së bashku që fitohet. Është po kështu përgjigje ndaj dhunës që bëhet në emër të së shenjtës, ndaj një brezi që gjendet përpara një rreziku të madh të humbjes së dijes shpirtërore. 12 studio nga Mbretëria e Bashkuar, Portugalia, Danimarka, Gjermania, Spanja, Meksika, Belgjika, Holanda dhe Italia janë zgjedhur finaliste mes shumë prej tyre që shfaqën interes fillestar. Ato prezantuan projektet e tyre për transformimin e kësaj ish-kazerme ushtarake në Petrel në një park unik. Kryeministri duket i paduruar për të parë të konkretizuar idenë e tij për krijimin e parkut të besimit. Sot jemi mbledhur në këtë vend që dikur formësohej nga gjua e ashpër e urdhrave dhe divizionet kazermave ushtarake, një vend ku uniformiteti marshonte shumë më fort se sa uniteti, dhe ku po bëjmë një transformim fal talentit të Kengo Kumas dhe këmbguljes së Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Për Ramon ky projekt është shumë më tepër se sa ndryshimi i një hapësire. Synimi sipas tij është të mbillet shpresa e vazhdimësisë. Parku i besimit nuk është simbol i fesë. Krejt tjetër është një faltore adhurimi që nuk bën pyetje se në çfarë besoni dhe të kuptoni atë çfarë kuptuan paraardhësit tanë. Ky park nuk është as pak një muze besimi. Është një skripturë gjallë që nuk shkruhet me boj, por me rrënjë. Fituesit e projektit Parkut Besimit do të shpallen të dielën. Nga nesër në pikat kufitare të Bashkimit Evropian hyn në fuqi sistemi i ri i kontrollit, ku pasagjerëve nga vendet jo anëtare, përfshirë edhe Shqipërinë, nuk do i vuloset më pasaporta. Sistemi i ri do të nisë të aplikohet fillimisht në aeroportet dhe portet kryesore.
Nga djela nis zyrtarisht zbatimi i sistemit të ri të kontrollit kufitar Entry-Exit System në vendet e Bashkimit Evropian, që zëvendëson vula tradicionale në pasaportat biometrike. Sistemi EES do të testohet fillimisht në disa prej aeroporteve dhe porteve të mëdhenj të vendeve të Unionit, në rastin e Italisë në aeroportin Malpensa të Milanos apo Fiumicino të Romës, ndërsa nga 2026 sistemi do të praktikohet në të gjitha pikat hyrëse toksore, detare dhe ajrore të vendeve të Bashkimit Evropian. Qytetarët nga vende që nuk janë anëtare të Unionit, përfshirë Shqipërinë, ato të Ballkanit Perëndimor, Britaninë e Madhe dhe të tjerë, nuk do të vulosin më pasaportën kur hyjnë ose dalin nga zona Schengen, por do të skanojnë pasaportën në një terminal elektronik që do të regjistrojë shenjat e gishtave dhe ku do të fotografohen për identifikimin e fytyrës. Të dhënat do të regjistrohen automatikisht në serverat e Bashkimit Evropian. Herët e tjera kur të regjistruarit do të hyjnë sërish në hapësirën prej 27 vendesh anëtare të Unionit, do të kalojnë nëpër portat elektronike ku do të skanojnë pasaportën dhe ku identifikimi i fytyrës do të bëhet automatikisht. Mekanizmin e funksionimit e shpjegoi në një intervistë për televizionin Klan më herët gjatë kësaj jave edhe shefi i sektorit politik në delegacionin e Bashkimit Evropian, Andre Rizzo. Qëllimi është kontrolli me saktësi i qëndrimit deri në 90 ditë në çdo periudhë 180 ditore dhe parandalimi i migracionit të paligjshëm. Mbi 10 milion turist ka mirëpritur Shqipëria nga janari deri në shtator të këtij viti, duke shënuar kështu një rritje me 6% më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë. Numri më i madh i vizitorëve u shënua në gusht me 2.4 milion. Zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit të turizmit në vendin tonë dhe angazhimi i përbashkët për promovimin e Shqipërisë si një destinacion mikpritës dhe gjithnjë më tërheqës, konfirmohet edhe referuar flukseve të turistëve. Sipas shifrave zyrtare të publikuara së fundmi nga Ministria e Turizmit, nga janari deri në fund të shtatorit të këtij viti, Shqipëria ka mirëpritur mbi 10.228.000 vizitorë, duke shënuar një rritje prej plus 6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Referuar shifrave të mësipërme, muaji gusht shënoi një bum turistësh me 2.38 milion të huaj ose plus 10% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Këto flukse të vizitorëve tregojnë se Shqipëria është shndërruar në një ofertë turistike të turizmit gjithvjetor me atraksione të ndryshme që nga kultura, arti, historia, natyra apo dhe kulinaria. Nga Alpet e vendit tek vija e gjatë bregdetare, Shqipëria po ofron një paketë të plot turistike për çdo tipologji turistësh, teksa çdo vit edhe harta e vizitorëve po zgjerohet. Nga ana tjetër, sektori i turizmit po gjeneron të ardhurat të konsiderueshme për ekonominë shqiptare, por gjithashtu po promovon Shqipërinë kudo, kjo edhe fal mediave prestigjioze ndërkombëtare. 21.000 persona kanë vizituar këtë vit memorialin e Skënderbeut në Lezhë, numrin më të lartë të zënë turistët e huaj, ku kryesojnë ata nga Izraeli. Vendvarrimi i Gjergj Kastriotit, kalaja mesjetare dhe muzeu etnografik në Lezhë mbeten ndër destinacionet historike më të vizituara për gjatë këtij viti. Vetëm në 9 muajt e parë të 2025-s, memoriali i Skënderbeut ka pritur 21.000 vizitorë, ose 20% më shumë se vitin e kaluar, ku numrin më të lartë e zën turistët e huaj dhe risi këtë vit janë ata nga Izraeli. Këtë vit kanë thyer çdo lloj rekordi dhe parashikim tonin turistët nga Izraeli. Më shumë ka pasur Izraelit se sa shqiptar pak në muajin shtator. Interes të lartë ka edhe për objektet e kultit, kryesisht nga të huajt. Objektet të tjera se tërheqin interesin e vizitorëve, por kryesisht vëtheksin tek turistët e huaj, pas memorialit renditet Muzeu Etnografik Lezhë, Shtella e Lezhës, dhe pas tyre dy objektet që shfaqin interes më shumë është dy kishat mesetare. Armë të vjetra, flamuj historik, veshje popullore dhe objekte të përdorura në muzeun etnografik tërheqin vëmendjen e turistëve që vizitojnë Lezhën. Janë këto objektet që kanë përdorur vajzat e reja për të zbukuruar vetveten varse Xherdan Stolit. Vendi juaj është i vogël, por shumë i bukur. Ajo që më ka bërë përshtypje këtu janë njerëzit shumë miqësor. Qyteti i lashtë i Lezhës tashmë nuk njihet vetëm për bukuritë natyrore dhe vijën bregdetare, por edhe për pasuritë e mëdha historike dhe kulturore. Janë realizuar më shumë se 60% e volumit të punimeve të lotit parë të autostradës Elbasan-Rogozhin. Ministria Balluku thotë se 18 kilometrat e para përfundojnë qershorin e ardhshëm. 18 kilometrat e parë të autostradës Elbasan-Rogozhin me gjatësi totale 40 kilometra do të përfundojnë në qershorin e 2026-s. Sot këtu kemi ecurinë më të mirë me 60%, ndërkohë që i gjithë projekti është diku te 49%. Dhe është afati i qershorit 2026 ku dëshirojmë të përfundojmë totalisht sipas afateve kontraktuale 18 kilometrat e parë, duke e lënë pra rrugën dytësore
të jetë funksionale, ato që sot është rruga kombëtare. Ministre e Infrastrukturës Belinda Balluku inspektoi punimet e këtij aksi, që është pjesë e korridorit 8, ku projekti ka të planifikuar një sër veprash inxhinierike. Janë 6 tura, 2 prej cilave janë 330 metra linear. Përpara nisjes së sezonit turistik të vitit të ardhshëm, Ministre Balluku kërkon të përfundojnë dhe kilometrat e parë të bypassit të Elbasanit për të zgjidhur problemin e trafikut kaotik, që krijohet në nyjën ku përfundon autostrada që e lidh Elbasanin me Tiranën. Me emergjencë do të zgjidhim edhe problematikën që ka tashmë ngarkesa e trafikut, kështu që ajo është një zgjidhje e shumë pritur që duhet patjetër të përfundojë me fillimin e sezonit veror, pra deri në një korrik të 2026. Elbasan Rogozhin është projektuar si autostradë e kategorisë A, ku shpejtësia e lëvizjes është parashikuar të jetë 130 km/h. Eugene Drazhi, një 34 vjeçar i akuzuar nga SPAK se është pjesë e një grupi që trafikonte lëndë narkotike, u ekstradua nga Spanja në vendin ton. I riu u shpall në kërkim në prill të këtij viti dhe më pas u ndalua në Madrid. Nga hetimet e kryera nga SPAK, 34 vjeçari dyshohet se ka qenë pjesë e një organizate kriminale që trafikonte lëndë narkotike në Norvegji edhe në Belgjik. 5 persona u dërguan në gjyq nga Prokuroria e Tiranës, e cila kërkon gjykimin e tyre për akuzat e mashtrimit kompjuterik dhe shkeljes së të drejtave të pronësisë industriale. Hetimet e akuzës së kryeqytetit vërtetuan se këta persona piratonin paketa televizive dhe më pas i shisnin në vlera 3.500 deri në 10.000 lek. Paketat private shpërndaheshin edhe me postë dhe pagesa bëhej në dorë. Për të konfirmuar akuzat, hetuesit përdorën agent të infiltruar që blen këto paketa nëpërmjet porosive online. Më shumë se 21% e popullsisë në Shqipëri është duanpirëse, megjithatë ky mbetet një nivel 3 pikë më i ulët se mesatarja e Europës. Mjekët thonë se në vendin ton problem është kthyer pirja e duanit nga adoleshentët dhe në mënyrë të veçantë ajo elektronike. Europa është rajoni me prevalencën më të lartë të duanpirjes tek të rriturit. Sipas një raporti të OBSH-s, në Europë 24.1% e të rriturve janë konsumatorë të duanit. Po ashtu edhe prevalenca e duanpirjes tek gratë mbetet e lartë në Europë me 17.4% të tyre. Për sa i përket Shqipërisë, situata duket pak më pozitive, pasi të dhënat tregojnë se popullsia duanpirëse është në shifrat e 21.3% me 2.8% më pak se mesatarja europiane. Situata në vendin tonë paraqitet akoma më e mirë kur bëhet fjalë për gratë duanpirëse, pasi përqindja e tyre që pinë duan në Shqipëri është afro 2 herë më pak se në Europë. Megjithatë, edhe ky nivel duanpirje për specialistët e shëndetit publik është një faktor risku për sëmundshmëri. Mund ngelen probleme zbatimi i duanpirjes në vendet publike, shitja e cigareve tek të rinjt, edhe kostot e blerjes duanit, të cilat janë relativisht të lira në Shqipëri. Duanpirja shkakton kancer, sëmundje të zemrës dhe është përgjegjëse për shëndet keq në Shqipëri. Kanceri i mushkërive është 4 herë më i lartë tek meshkujt se ke femrat. Aq sa është më e lartë duanpirja ke meshkujt krahasuar me femrat. Shqetësim përbën rritja e duanpirjes tek adoleshentët dhe kryesisht ajo elektronike. Janë një produkt i dëmshëm, sidomos për të rinjt, kanë me qindra substanca toksike për shkaktuar dëme në mushkëri dhe në organet tjera të trupit njerëzit. Mund shërbej si një rrugë për të kaluar tek cigareja vërtet. Nikotina është një produkt adiktiv. I mban persona të lidhur me duhanin. Në rang global, 1 në 5 të rritur janë ende të varur nga duani. Sipas OBSH-s, bota po pi më pak duan, por epidemia e duanit është larg fundit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mandatuar Albin Kurtin për formimin e qeverisë së re, e cila brenda 15 ditësh duhet të miratohet në kuvend. Por sfidë mbetet realizimi i numrave në kuvend për votimin e qeverisë, pasi vetëvendosja nuk i ka më saktë 61 vota.
8 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare dhe pas konstituimit të kuvendit, presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka mandatuar liderin e vetëvendosjes Albin Kurti për formimin e qeverisë së re. Ky vendim sipas presidencës vjen pas propozimit zyrtar të Partisë Lëvizja Vetëvendosje, e cila ka fituar numrin më të madh të deputetëve në kuvend nga rezultatet e zgjedhjeve të mbajtura më 9 shkurt të këtij viti. Sipas kushtetutës, Kurti pas këtij dekretimi është i detyruar që brenda 15 ditëve të paraqesë para parlamentit për bërjen e re të qeverisë dhe programin. Edhe pse në zgjedhjet e 9 shkurtit doli Partia e Parë, Vetëvendosja nuk i ka 61 votat e nevojshme për formimin e qeverisë. Me vetëm 48 deputet, Kurti duhet të sigurojë mbështetjen e 13 deputetëve për formimin e saj. Edhe pse synon një qeveri stabil me më shumë se 61 vota, Kurti shpreson të arrijë një koalicion me nismën social-demokrate me 3 deputet dhe pakicat e tjera jo serbe. Në rast se nuk arrin të sigurojë mbështetjen e 61 deputetëve, presidenti Osmani duhet që brenda 10 ditësh të ftoj partit për konsultime dhe të caktoj një emër të ri nga partitë e tjera, që ka shanset më të mëdha për të formuar qeverinë. I dekretuari i dytë për postin e kryeministrit ka 15 ditë të reja afat për të dorëzuar përbërjen e re të kabinetit qeveritar në kuvend. Nëse as pas përpjekjes së dytë qeveria nuk arrin 61 votat e duhura, presidenti Osmani sipas kushtetutës duhet të shpallë zgjedhje të reja, që sipas parashikimeve duhet të mbahen brenda 40 ditëve. Ndërkaq në Kosovë të dielën do të mbahen zgjedhjet lokale, mbi 2 milion votues do të zgjedhin 38 krerë të rinj të komunave, ku në garë janë në total 205 kandidatë. Mbi 2 milion votues do t'i drejtojnë të dielën kutive të votimit në Kosovë për të zgjedhur kryetarët e 38 komunave. Procesi i votimit nis në orën 7 të mëngjesit për të mbyllur në orën 19, ndërsa këtë të shtunë është afati i fundit i votimit të zgjedhësve nga diaspora, ku gjithsej janë regjistruar 44.000 votues nga jashtë vendit. Zëdhënësi i KQS-s Valmir Elezi bëri të ditur se ka nisur shpërndarja e materialeve zgjedhore dhe po vendosen në qendrat komunale të numërimit, prej nga të dielën në mëngjes do të shpërndahen në qendrat e votimit. Numri i subjekteve të regjistruara për këto zgjedhje është 93, prej të cilave 32 parti politike, 2 koalicione, 32 iniciativa qytetare dhe 27 kandidatë të pavarur. 205 kandidatë janë për kryetar komune dhe 5419 synojnë të jenë antar në kuvendet komunal. Zgjedhjet e 12 tetorit mbahen në një klim të tensionuar, të dytat brenda vitit ku Kosova ende ka një qeveri në detyrë dhe një kuvend të konstituar pas një krize 8 mujore. Në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me shumicë serbe, zgjedhjet do të zhvillohen në një realitet tjetër politik. Kjo pasi do të konkurrojë sërish lista serbe dhe ku parashikohet të marrë kontrollin e 4 komunave veriore, të drejtuara deri më tani nga kryetar shqiptar, ndërkohë që gara e fortë do të jetë për kryeqytetin Prishtinë dhe që shihet si test politik. Përparim Rama i LDK-s që kërkon një mandat të dytë do të ketë përballë Uran Ismailin nga PDK dhe Hajrullah Çeku nga Lëvizja Vetëvendosja. Presidenti Amerikan Donald Trump beson se Hamasi do t'i lirojë të hënën pengjet izraelit, nga ana tjetër hyrja në fuqi e fazës së parë të planit u ka hapur rrugë kthimit të palestinezëve në rrënojat e shtëpive të tyre. Presidenti Amerikan Donald Trump beson se Hamasi do I lirojë pengjet izraelit të hënën. Duke folur para gazetarëve në shtëpinë e bardhë, Trump tha se në këtë moment organizata palestineze është duke grumbulluar të 20 pengjet izraelit nga vendet ku I ka fshehur për të bërë dorëzimin tek autoritetet izraelite. Krahas tyre do të dorëzohen edhe trupat e 28 pengjeve të pajet, ndërsa Hamas do të marrë 1700 të burgosur palestinez, 250 prej të cilëve të dënuar me burgim të përjetshëm. Në bazën ushtarake izraelite të Reimit pranë kufirit me rripin e Gazës, po bëhen përgatitjet për të kryer shkëmbimin. Hyrja në fuqi e fazës së parë të planit të Donald Trumpit për fundin e luftës u ka hapur rrugën palestinezëve të shpërngulur brenda rripit të Gazës të rikthehen në vendbanimet e tyre në Gaza dhe zonat të tjera të veriut. Në vendet ku para 2 vitesh kishin shtëpitë nuk ka mbetur gjë tjetër veç se rënoja. Ata thonë se shpresojnë të gjejnë mes tyre një cep për të jetuar. Edhe Izraeli është duke vijuar me tërheqjen e trupave në zbatim të planit, e teksa palët duken të angazhuara për ta përmbyllur me sukses fazën e parë, vështirësi mund të ketë për fazat e tjera, veçanërisht për propozimin për mbikëqyrje ndërkombëtare për të cilin Hamas është shprehur kategorikisht kundër. Festivali ndërkombëtar I dancit kontemporan është ndalur edhe në aeroportin Nën Tereza, ku qytetarë shqiptarë dhe të huaj patën mundësi të ndiqnin në shfaqje ngujt.
Shfaqja e radhës e gide koreografit të mirënjohur Anxhelin Preliocaj këtë të premte ndaloi në aeroportin Nën Tereza. Një shfaqje bashkohore, inovative, me ritëm dhe energji u prezantua atyre që sapo mborritën në vendin tonë dhe të tjerëve që i thanë mirupafshim. Përpati dhe nga ata që nuk mundën ta bënin në kohë shkëputjen nga vendi ynë sepse Gid ndali ritmin e zakonshëm dhe mlodhi pas vetes artëdashës të rastësishëm që humbën edhe fluturimin si ky turist francez. E humba fluturimin sepse u përhumba në këtë shfaqje tepër të bukur. Më vjen keq që e humba, por nga ana tjetër edhe jo, sepse e shijova këtë performancë. Kam patur mundësinë që këtë grup dhe interpretimet e tyre t'i ndjek edhe në Paris dhe janë fantastik. Por organizatorin e festivalit ndërkombëtar të kërcimit në Tiranë, Preliocaj, është pikërisht ajo çka pam kotu qëllimi i edicionit të 4 të Çimi i Artit në vende të pazakonta. Këtë herë vendosa të vi me produksione më të vogla, jo me produksione shumë të mëdha si herë të tjera. Kam ardhur me një grup i cili e ka zakon të performojë në fshatra dhe vende jo shumë të frekuentuara të qyteteve. Patëm mundësinë që baletin t'ia çojmë banorëve aty ku ata janë, sepse festivali ndërkombëtar i kërcimit u përket atyre. Sigurisht rikthimi në shtëpinë e tij të dytë, Shqipërinë e quan një kënaqësi të veçantë. Jam shumë i lumtur sa herë që kthehem këtu sepse Shqipëria është vendi i prindërve të mi. Unë vetë ndihem shumë shqiptar, edhe pse jam edhe francez. Ndihem shumë mirë sa herë që rikthehem. Por edhe për balerinët kjo eksperiencë ishte fantastike. Très accueillant, très bienveillant. Është një moment i bukur të jemi këtu dhe fakti që çojmë baletin te publiku që nuk ka mundësi të vinë në teatr është vërtet shumë e bukur dhe një moment emocionues. Jam shumë i lumtur dhe shumë e fat që kemi mundësinë që të sjellim baletin e Preliocajt këtu dhe të shkojmë në vende të ndryshme, të takojmë publikun dhe të bëjmë që ta përjetojnë edhe ata baletin. Balerinët patën mundësinë të prezantonin 5 koreografi të Preliocajt, ndërto Parade vitit 1993, The Nights, Requiem e të tjerë. Ndërkohë publiku do të ketë mundësinë të shijojë të tjera shfaqje deri me 25 tetor përmes festivalit ndërkombëtar të kërcimit në Tiranë. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë mirupafshim.